Edhe po flisa me një musliman me berberin, po flisa për besimin. Edhe tha, unë shkoj në xhami, nuk është jam shumë praktikant, por shkoj në xhami, mundohem të fali, të jap e tjerë. Edhe ajo që i tha shumë, nesit krishterë kemi kështu, se Zoti është i shëjtë, ne nuk mund të arrijmë kurrë në veprat tona. Edhe po i tregoj ndryshimin e fesë nga besimi. Edhe patjetër feja nuk e kupton shejtrinë e Zotit. Edhe Zoti e zbulon veten e tij në fjalën e tij. Edhe për shkak se Zoti është i shejtë, ishte i domosdoshëm që të vinte Jezu Krishti për të na shpëtuar. Krishti ishte i shejtë, edhe këtë ndava edhe me personin. Në mënyrë që ai të bëhej ndërmjetësuesi për ne dhe shpëtimtari ynë. Ai i tregoi që është ai shpëtimtari i gjithë botës, pavarësisht traditave që ne kemi. Por shejtëria, kuptimi i shejtërisë Zotit është shumë e rëndësishëm. Duhet të dimë se kujt i përkasim, se kush është Zoti ynë. Edhe shpesh mund të na kapi rutina e jetës, mund na duket si e bëjmë Zotin si shok të përditshëm kollaj edhe nuk duhet të harrojmë se Zoti është i shejtë. Edhe nëse shikojmë te zbulesa, është një referencë, thotë edhe të katër qenjet e gjalla kishin secila nga 6 krah për qark dhe për brenda ishin plot me sy. Dhe nuk pushon kur as ditë as natë, duke thënë, i shejt është Zoti Perëndi, i gjithëpushteshëm që ishte që është dhe vjen dhe që vjen. Këto gjallësa në fronin lavdin që edhe në tretë. Edhe janë thotë ditë edhe natë janë duke thirrur Zoti i shejt. Aq e madh është Zoti ynë, edhe